الله يعلم ما نشكو من الألم ما فيه ظن لا يخيب. Kur është muaj Ramazanit e falin namazin. 5 vakte namaz nuk i lënë në Ramazan. Po kur shkan në Ramazani, nuk e fal namazin. A ka ndonjë shajt që thuash ata që i lojnë të veprat shumëta që i bojnë Ramazan dhe pastaj pas Ramazanit i lojnë, a ka një farë domethënia ju? Prej shejave të adhurimit, kër flasin dietar, prej shejave të pranimit të adhurimit të veprave, prej shejave të pranimit të veprave, është ta shën në robe që çka po ndryshon pasojna. Për shembull, mas Ramazanit, çka po ndryshon? Nëse ti ke pas një gjest të keq në Ramazan, nëse ti ke pas një gjuna në Ramazan, do t'ju kthesh Allah s.w.t, do të pendosh te Allah xhelle xhelalu, do t'ja dhash besën që po me lëm këtë gjuna o Zotja, sepse në Ramazan i ki dyert e xhenetit çej. Në Ramazan pranohet doja me lut Allahun s.w.t. Pra nëse se ke fal namazin, nëse nuk i ke fal 5 vakte namaz, o vëlla, çka i të prit? Gjithë ata që na ndëgjojnë nëse se falin namazin, Wallahi në Ramazani është shansa kryesore që ti më ndryshoj. Kur do të ndryshojsh ti nëse s'ndryshon në Ramazan? A të ka dhënë ty dikush garanca vëlla që mas Ramazanit ti je gjallë ta presh Ramazanin? Të kalojsh ti në Ramazan edhe të kalon në Ramazanit, mos të fitojsh kurrë. Spaku 5 vakte namaz. 5 vakte namaz që me ata e arrin kënaqësinë e Allahut subhanallahu. Për këtë arsye them që sinqeriteti apo shkolla e Ramazanit është të vazhdojsh në vepra edhe jashtë Ramazanit. Kur të përfundon Ramazani, fillon me i fal 5 vakte namaz që ke fal. Jo në Ramazan lexojmë më shumë Kur'an, i bëjmë 4 hatme. Në Ramazan japëm shumë sadaka. Në Ramazan falëm namaz. Çfarë mirësi e ka Ramazani? Ai që kur s'ka fal namaz, shkon e fal namazin e sabahit, subhanallahu. Ai që kur s'ka mujt me fal namaz, shkon i fal taravit, edhe rrin në kom, Paulo, për shkak se Ramazani na mëson këta. Ky muaj i veçantë. Për këtë arsye i këshilloj gjithë ata që Allah s'ka nis me fal namazin. Për hir të Allahut subhanahu wa taala. Për hir të Allahut që Allah xhelle xhelalu dhaimir ala me jetun këtë dunja subhanallahu. Allah në është mirësi e madhe Allah që na jemi duke jetu muajin e Ramazanit. Për hir të Allah që Allah ty të dha mirësi me jetu Ramazanin, me shiju Ramazanin, me shiju ëmbëlsinë e Ramazanit. Ëmbëlsia e Ramazanit. Pse shumica agjerojnë? Për çka kënaqen, për çka në Ramazan krejt dalin xhabi, edhe ata që si falin 5 vakte namaz. Edhe ata që jashtë Ramazanit nuk kanë qenë praktikues të islamit si duhet, prapë në Ramazan bëjnë vepra të mira. A dini pse o vëllezër? Nga se në Ramazan kthehet njeri tek baza. E cila është baza që na jemi krijuar në këtë dunja? Cila është baza? Baza që na jemi në këtë dunja është ku ka thënë Allah në surën Dhariyat, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Thotë nuk i krijova xhenet edhe njerëzit për asgjë tjetër vetëm që të madhërojnë. Për çka i ndjemni kënaqësi shpirtërore në Ramazan? Për çka në këtë muaj e ndjemni rahati më ndryshe se sa jashtë Ramazanit? Kur kalon Ramazani, vallahi nuk e ndjem çet rahati. Për shkak se në Ramazan ju kthehemi adhurimit të Allahut. Në Ramazan ju kthehemi esencës për çka jemi krijuar. E shpirti o vëllezër, shpirti është krijuar të adhuron Allahun subhanahu wa taala. Nuk qetësohet shpirti në diçka tjetër, nuk qetësohet shpirti në materialet të dunjas. Po shpirti qetësohet në adhurimin ndaj Allahut subhanahu wa taala. Shpirti qetësohet në adhurimin ndaj Allahut subhanahu wa taala. Më thonë, për një muaj det të kësaj shkolle të veçantë të Ramazanit, ty të zbutet zemra. Më rana muaj të Ramazanit zbutet zemra, edhe zemra jo të shmëndra. E si mund të lësh masanena, të ka përcen Ramazanit,
të mos vazhdosh në veprat, kjo është vetëm se humbje. Prandaj, për hir të Allahut subhanahu wa taala, ata që nuk falin namaz, edhe ende se kanë nisë me fal namazin, në Ramazan adhurojnë Allah, kur të kryet Ramazani le të vazhdon, le të fal namazin. Nëse dan me arrit shkollën e Ramazanit, nëse dan më kon ai që e merr se kur të kryjm tani shkollën, kur të kryjm universitetin, duhet me mbrojt temën e diplomës. Apo tani për me mbrojt temën e diplomës apo për me mbrojt tash, për me dalë të suksesshëm jashtë Ramazanit, duhet që veprat tona që i kemi bën në Ramazan, të i bëjmë edhe jashtë Ramazanit. Veprat tona që i kemi bën në Ramazan, të i bëjmë edhe jashtë Ramazanit. Qatë namazin e sabajit që i me dalë me falë në xhami me xhamat, dalëm të falëm edhe jashtë Ramazanit. Atë shoqërimin që kemi pas me shtru iftara, ta bëjmë një iftar të fitojmë sevape, të i thirrëm familjarët tonë, që është njëna prej shkollave të Ramazanit, ta bëjmë edhe jashtë Ramazanit, të i thirrëm familjarët tonë për darka, ta ruajmë lidhjen tonë fare fisnore edhe jashtë Ramazanit. Më dhan krejt këta mirësi që i kemi në Ramazan, do të mundohemi që t'i bëjmë edhe jashtë Ramazanit. Pra kjo është se i përket shkollës Ramazanit. E na lutem Allahun xhella xhelalu që Allah na mundson neve që të fitojmë së bashku prej muajit Ramazanit, që të dalim të suksesshëm prej muajit Ramazanit, që të vazhdojmë të bëjmë hatme edhe jashtë Ramazanit, të vazhdojmë të japim sadaka edhe jashtë Ramazanit. E nuk ka dyshim që në muajin e Ramazanit shpërblimet janë të veçanta se sa jashtë Ramazanit.